Lidhëm, kishte vure Leda ti me shne. Qa kanë atë drita që më punoj? Shohim Aldon dhe Gertën të vendosur gati për të pritur vendimin e zarfit të zi, ndërkohë, përpara se të shkojmë tek ata, do doja t'ju uroja nga zemra gjithë besimtarëve musliman, gëzuar Fita Baramin. Lidhemi me shtëpinë. Aldo, Gerta, ju shoh të buzëqeshur. Është momenti për t'ju komunikuar vendimin e publikut në lidhje me atë që do të lërë shtëpinë sonte. Presim zarfin. Faleminderit Afjon. Përfundum kështu. Do hajt divani blu kokën. Jo në. Sigurisht jemi drejt fundit, sot zbuluam 19 prillin, finalen e madhe. Aldo dhe Gerta, aty që prej fillimit, dy nga protagonistët e këtij sezoni. Dy stile loje krejt të ndryshme, dy kundërshtar në fillim, që më vonë, si për ironi të fatit, gjëja që i ndau, ishte dhe ajo që i bashkoi. Dhe mbi të gjitha dy prindër të shkëlqyer. Kjo është pak po e sigurt. Publiku ka vendosur që banori që duhet të lërë sonte menjëherë shtëpinë mes Aldos dhe Gertës është Aldo. Aldo, më vjen keq. Urime Gerta. Po e marrë për formalitet, Ledion, se... Po, na duhet ta hapim Aldo në secilin rast. Forca, qa kishim ose si që s'përshë burala? Forca. Fora nga shpia. Ishim qa kishim. Shara edhe në bajsi. Hajde nuk vjen, pra, zemë më bëdrosh. Shqip në jashtë. Forca. Hajde. Tam. Hajde, forca. Të pesi jashtë. Hajde. Se. U dhe gocën fort. Shtrëngohet fort tani. Sukses e jashtë. Hajde, forca. Forca sukses e gjithë. Bro, kuja ora fitore, s'të pas pella kuja ora fitore. Kuja ora fitore, ti. Sa më kuja ora. U kërë sali. A mua për na? Ani, pandej, bo. Hajde. O kërë tha Gerta një ka ora fitore, tha me shpirë. E di që ka lëftu shumë për të. Jozi, të lutem mbylle derën mirë, Jozi. Faleminderit. Se mos dele një. Vitë të derë. E di tha që rezona e Rode Emeri thotë që ka rajtë shumë këtë shpi, edhe ka shpife ka bëha një këmile, po. Kelly, ti ishe lidhur shumë me Aldon, apo jo? Ishe një nga personat me të cilët shpenzoje më shumë kohë, të cilin e konsideroje më shumë të afërt. E vërtet. Pse mendon se publiku zgjodhi atë për të eliminuar sonte? Ndoshta prej profilit tullet të agresivitetit që ka treguar gjatë kësaj kohe. Mundon të ti të zgjidhë të gjërat më tepër me argument se sa me forcën dhe me agresivitet që përdoret. Qartë. Gerta? Më vjen keq normal që doli Aldo, por si që kam thënë shpesh herë dhe Aldo se kam thënë që luante gjithmonë me rezerva, asnjëherë nuk
hynte në sulm, do me thënë, gjërat pak a shumë i llogariste dhe kjo e ka penalizuar më shumë. Nëse ai do t'ishte më luftarak në shtëpi, sigurisht që do ta mendoja më gjatë, se do t'i rezistonte lojës. Me Danjën, ai ka patur një raport goxha të afër deri përpara 2 javësh, u thërmua këto 2 javët e fundit, Danja? Po, normalisht ne ishim shok, kam përshtypjen që edhe jashtë do vazhdojmë të jemi shok, jam totalisht dakord me çfarë tha Kelly edhe Gerta. Ti mos u fut aty ku s'duhet futesh. Mbaje këtë mësim nga unë. Qalli ke Loredana? Ka hallë që të Si futet mund të aty bësh ku shok jam me një unë. person që akuzove se po të shikonte me ata Ti nuk je Danja, ti nuk je në sytë e mi, mësoni Jo, ndonjëherë. di që jam një vajzë që në qoftë se jam e lidhur nuk bëjmë dot shok me një person që ka patur një interes ndaj meje. Ti ke bërë zakon që të futesh aty ku flas unë. Si futesh ti për ta dhëmën në Ti çdo nuk gjë. erdhe asnjëherë, po raste caktuara për ty e kam bërë. Gjithmonë jep mend për të tjerë, për vetën tënde se bën një analizë se si duhet të sillesh tamam tamam. Unë e kam bërë si këshill. Nëse. Ktu ndryshojnë në dyja. Që edhe kuptoni mes Loredanës dhe Danjës ka një diskutim i cili ka qenë i pranishëm këto 4 ditët e fundit, do të flasim pas pak për këtë, ndërkohë Egli për ty Aldo ka qenë një nga personat që e ke patur afër, të paktën në fillimin e kësaj aventure, më pas me ardhjen e Gjestit, Gjesti ishte ai që tha, shiko se dhe Aldo nuk ta kaq me të drejtë, po ndërkohë patët mundësi mbas rikthimit që të vendosnit ose të riktheheshit edhe një herë ke një raport i mirë, apo jo? Po, Ledion, në fakt, Aldo ka qenë i vetmi konkurent këtu brenda, cilin unë e njihja nga jashtë. Kisha edhe një marrëdhënie jashtë saj shtëpie, e kisha shok. Edhe ka qenë shumë i rëndësishëm për mua, sidomos në fillimin e këtij rrugtimit këtu ku nuk njihja askënd dhe nuk dija as ana as bën asgjë e kësaj shtëpie. Edhe do e mbaj mend gjithmonë si të tillë dhe sigurisht që do jetë një mik edhe më i mirë se ç'ishte imi kur të dal nga kjo shtëpi. Thjesht jam pak e ngarkuar për momentin se realisht se nuk e kisha përfituar fare këtë momentin kur do vinte, që unë do isha këtu, Aldo nuk do ishte, apo Aldo do ishte, unë nuk do isha. E di, e mirë kuptoj. Po ju lë pak me njëri tjetrin, ju lutem më mbyllni lidhjen me shtëpinë. Dhe ndërkohë ne e mirëpresim në studio, siç e thash edhe kur ishte aty brenda në pritje për vendimin, një personazh krejt i veçantë, njeri i cili e ruajti qetësinë, o të paktën u mundua në më të shumtën e rasteve deri në fund, i fjalës më shumë se sa i veprimit, i atakuar shumë, po shumë fare nga shtëpia aty brenda, edhe opinionistët nuk kurse janë treguar gjithmonë të mirë me të, po në fund të ditës kjo lojë kështu e ka, e gjen veten jashtë sonte në pritje për të zbuluar se çfarë fshihet në biletën e tij të fatit. Zonja dhe zotrinj, mirëprisni me një duar trokitje Aldo Marku. Si fillim duhet të hapim biletën. Qarë është? Gjesti pas ka pas me vërtet shans me mu, është vajtja ardhje. është vajtja ardhje. Vajtja ardhje. Dhe kjo është e vetmja bilet vajtja ardhje dhe e ke ti. Ti që e konsideron veten tënde pa fat. Ti. është ironi e fatit, shiko, Ledion takova vajzën, nuk ka shans që ta lë sërish për herë dytë, sinqerisht, më vjen shumë keq që ta djeg këtë bilet. Jo, takova vajzën, nuk e lë më, domethënë e lash një herë, nuk mund ta lë më. Kete drejt, e kuptoj shumë mirë. Unë kam një vajzë, po aq sa Akira. Po të takoja, me siguri do isha në pozitën tënde. Mirë po. Ki parasysh një gjë. Jemi më pak se 3 javë nga finalja. Finalja është në datë 19. Akira ka ndenjur larg teje për 98 ditë. Që do të thotë, është fati që të vjen të troket. Unë do e mirë kuptoja, si çdo e mirë kupton të çdo prind, nëse ti do ta lësh këtu këtë aventurë. Vetëm duaj që të marrësh pak sekonda kohë
për të kuptuar për një zgjedhje e cila jam i bindur, ose të paktën uroj të jetë kështu, në të ardhmen, kushdo, besoj uroj edhe vajza jote do ta mirë kupton. Kjo është diçka që ti do ta bësh vetëm një herë. Nuk besoj se ti do të bësh Big Brotherin prap pas ca vitesh. Për këtë jam i bindur. Do bësh jetën tënde, filmat e tu, gjërat e tua. Nëse kthehem ka vetëm një rrugë. Unë kundra të gjithëve. Nuk kam as shok, as Gerta. Ajo është zgjedhja jote pastaj. Kam përshtypjen në 3 javë, kam përshtypjen të gjithë do jenë kundër të gjithëve, kështu që ajo është e jotja, atë se di unë. Okej, nëse faleminderit që po ma fton që ta shoh në këtë prizëm, nëse e shoh kështu, atëherë mbase s'duhet kem asnjë pishmang, kështu që mund ta provoj çik më ndryshe. Atëherë, Aldo, të ftoj të kthehesh në shtëpinë e Big Brother! Dhe unë mendova se me daljen e bonus nga shtëpia Arbri dhe Neda shpëtoi nga zëri bonus, por e kisha në vesh që për ti ishte ktheu. Po ulem vetë si i eliminuar i përhershëm i Big Brother. Pse i thoje ktheu? Aldo duheshe të kthehesh, absolutisht. Kam përshtypjen që tani duhet një Aldo pak më ndryshe, sepse realisht ai ka duruar shumë në atë shtëpi, ka pritur her pas here momente për të shpërthyer. Jam e sigurt që kemi një Aldo tjetër që ne duhet ta shohim. Uroj që ka fatin që u kthye dhe për ta treguar atë Aldon që ditë përballet edhe kur krijon miqësi, se shpeshherë Aldo na ka dalë dhe si fajtor, kur nuk e kam parë fajtor, duke qenë se kam qenë brenda në shtëpi. Edhe po, dëgjoj, është një Big Brother të vjen një herë në jetë. Edhe mundësi të dyta, Aldo e kishte, kështu që duhet ta shijonte, kështu që i uroj shumë fat Aldos. Edhe shumë suksese dhe jam e sigurt që Aldo tani do ndezi motorët edhe do nxjerrë dhe një 2-3 nga shtëpia dhe më pas do dalë ai. Ledion. Si ka dalë kjo bona nga shtëpia, si ka dalë kjo bona nga shtëpia, kush e votoi? E vetmja biletë se e kthimit? E vetmja bilet që ka vajtje ardhje. E shikon pra pa çfatin e Aldos. Okej, nëse është gati, presim rikthimin e tij në shtëpi. Okej, do dhe pak më thon. Ata se din që ai do kthehet? Mirë bëri që u kthye. Se jam i sigurt që... Jo, jam kurios për reagimin. Nesër se është kjo pjesa që me si presim ta nesër në orën 12, domethënë para se me fillu fan klubi do ishte bo pishman. Po do ishte bërë, për këtë edhe unë jam i bindur. O, pishman base jo, po do kishte një po sikur. Dhe ishte pishman se fati vetë. Shohim hyrjen e Aldos në shtëpi. Qa dore kemë, Qa dore kemë, po ja ku jam. Qa dore kemë. Po ja pas dhe Allah, e më zdish bileta. Nuk desha më këthi, po më bën të shof gjë në një... Bileta ja me pas aloj, më zdish. Luciano, la brada. Bileta kiki që ta ka të mos qajo e qaqan brado. Ajtë për qafoj parë. Po mos qaj brado, nore, qaqan. Po se zvetur që qa brado, qa si ke tonë nardo, sore. Halo, kena pasoja për valizhes. Qërë zonë Robja ka Po si zvetur qa brado. Që kojke për tifo për valizhe, kojke Po si qa brado, nore. Kojke me mërë valizhe. Zove të shërë vjallë. Atëre, lidhemi me shtëpin, Egli u mërzit e kot, si që pe është në shtëpi Aldo, ndërkohë do doja 2 biletat e ngelura, të hapeshin nga Danja dhe Kelly, për transparencë janë 2 biletat cilat kanë vetëm vajtje, fatin në ato 5 bileta që shpërndau Gjesti, ishte të Aldo. O, Gjesti, a je bërë pishman në fillim, kur erdhe atere që i thoi Eglit që edhe Aldo është... Je bërë apo jo?
Për çka dhe Aldo është? Çka? Ma men kë. A pra dhe Aldo është që nuk doj që ti të avancosh në lojë dhe ai është... Ne kena pas do ke shkoptime. Po pra, këtë po them, ai e bërë pishman që ke qujt. Të nejt me Aldon e kom koptu që për në me është djali mirë, nuk ja vlenë edhe se zështë më dhem, edhe jo kurse pishman. A e ke shok Aldon aty brënda? Deri dikun e kam. Deri dikun. Deri dikun. Okej, të lutem hape pak Kelly. Ke gjatë të po... Hape kësu më nga lartë. Hape nga lartë. Gjysë të suaj, Kelly. Me një thik, me një gërshër. Jeme se hape. Valizhi ka sjellë shumë fundime. Që dhe keme morë Rozana Radi. Jo që janë ike për neve, po për valizhin. Atëherë, ndrejtojeni pak që ta lexojmë vetëm vajtje, vetëm vajtje. No return. No return. Kështu që po dole dilni direkt. One way ticket. One way ticket. Or another. Dhe me që jemi në momente pozitive edhe që na është rikthyer buzëqeshja, dua t'ju tregoj pak një klip i cili na ka, nuk e di,